Shtytja e re e administratës Trump për një marrëveshje paqeje në Ukrainë fitoi vrull të dielën, ndërsa të dërguarit e SBA mbërritën në Gjenev për bisedime me presidentin Volodymyr Zelensky. Pavarësisht skepticizmit të përhapur, zyrtarët amerikanë thonë se bisedimet do të jenë një negociat fleksibël, jo një ultimatum për Kievin. Zyrtar të lartë nga SBA, Ukraina dhe këshilltar të sigurisë kombëtare nga Bashkimi Evropian, Franca, Britania dhe Gjermania janë në qytetin zviceran duke filluar bisedimet mbi një plan të SBA-s për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Washingtoni përfaqësohet nga i dërguari special i SBA Steve Witkoff dhe sekretari i shtetit Marco Rubio. Sekretari i ushtrisë amerikane Daniel Driscoll kishte mbërritur tashmë në Gjenev para se të fillonin bisedimet, ndërsa delegacioni i Ukrainës ka qenë në qytetin zviceran që nga nata e së shtunës. Sipas një burimi amerikan të njohur me bisedimet, qëllimi është të finalizohen detajet përfundimtare të planit të SBA-s për t'i dhënë fund konfliktit. Ndërkohë, burime pranë procesit i than Washington Post se qeveria amerikane pranon se garancitë e sigurisë nuk janë ende mjaftueshëm të forta në planin e paqes me 28 pika të paraqitur nga presidenti Donald Trump. Ndër ndryshimet e mundshme është mundësia e rritjes ose edhe heqjes së limitit të propozuar prej 600.000 trupash në forcat armatosura ukrainase. Në të njëjtën kohë, në një përpjekje për të forcuar parandalimin e Ukrainës pas luftës, po merret në konsiderat sigurimi i raketave Tomahawk si pjesë e garancive të sigurisë nëse arrihet një marrëveshje paqeje. Sovraniteti i Ukrainës nuk mund të vihet kurrë në dyshim. Kjo do të sillte gjëra të paparashikueshme në Europë, i tha gazetës një nga zyrtarët kryesor. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk duan ta shohin Ukrainën të shembet, të cilën e përshkruan si një version të dytë të Jugosllavisë, duke ju referuar shpërbërjes së vitit 1991 që shkaktoi një dekadë konflikti rajonal. Kritikët e planit të Trump argumentojnë se iniciativa mund të shpërblejë Moskën dhe të minojë sovranitetin e Ukrainës. Kritikë kundërtaj asaj që kanë siguruar zyrtarët e përfshirë në bisedime. I njëjti zyrtar tha gjithashtu se pavarësisht disa raporteve, administrata Trump është 100% e përkushtuar për të vazhduar mbështetjen e inteligjencës amerikane për Ukrainën. Plani me 28 pika, tha ai, është ambicioz dhe i hapur për negociata. Megjithatë, deklaratat publike të presidentit Trump kanë ngritur dyshime. Të premten ai kishte folur për një afat deri në ditën e falënderimeve, por të shtunën ai mohoi se plani ishte një propozim përfundimtar dhe i panegociueshëm. Bisedimet e Gjenevës po zhvillohen në një klimë aktiviteti të dendur diplomatik me SBA-n që përpiqet të promovojë një kornizë për një marrëveshje paqeje që është e pranueshme si për Kievin, ashtu edhe për aleatët e tij kryesor, pavarësisht mosmarrëveshjeve të forta dhe skepticizmit të shprehur ndërkombëtarisht. Kujtohet se në draftin e tekstit të propozimit të paqes me 28 pika për Ukrainën, parashikuan garanci të forta sigurie në Ukrainë. Megjithatë, një pikë tjetër deklaroi se madhësia e forcave të armatosura të Ukrainës do të kufizojë në një maksimum prej 600.000 ushtarësh. Përveç kësaj, burimet raportuan se Washingtoni po bënte presion mbi Kievin që të pranonte planin, përndryshe kërcënoi të ndërpriste shkëmbimin e informacionit dhe furnizimin me armë.